Muaji tetor është muaji i ndërgjegjësimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore, ku përfshihen edhe fëmijët. Trafikimi i fëmijëve, një formë skllavërimi, është një problem i madh në Shqipëri. Fëmijët shfrytëzohen për qëllime seksuale, punë të detyruar, lypje apo martesa të detyruara. Nga viti 2022 deri në qershor 2025, pranë alo 116 linja kombëtare për fëmijë, janë raportuar 755 incidente, që përfshin 1439 fëmijë të shfrytëzuar. Në kuadër të këtij muaji, ndihmën specialistët për edukimin në shkolla pranë DVP Fier, në bashkëpunim me oficerën e sigurisë dhe me psikologën e shkollës, zhvilluan sesione informuese me nxënësit dhe mësuesit e shkollës së bashkuar Bubullim, me video sensibilizuese, materiale ilustrative, fletpalosje informuese. Gjatë takimit, nxënësit u njohën me llojet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mënyrat e mbrojtjes së fëmijëve, rregullat e përdorimit të sigurt të internetit, i cili është kthyer në një nga mjetet kryesore që trafikuesit përdorin për të zgjedhur viktimat e tyre, dhe si të raportojnë rastet e dhunës, trafikimit ose kontakte të dyshimta nga persona të panjohur. Sot, ne I themi jo trafikimit të qenieve njerëzore. Trafikimi nuk është vetëm krim, është shkelje e dinjitetit dhe e lirisë. Çdo njeri ka të drejtë të jetojë I lirë, pa frikë dhe pa mashtrim. Për të luftuar ky fenomen, është e nevojshme ndihma e gjithsecilit. Është e nevojshme ndihma edhe atij optimistit, I cili beson se I vetëm mund të ndryshojë gjithë botën. Edhe atij pesimistit, I cili mendon se është I pafuqishëm për të ndryshuar diçka, sado të vogël. Njeriu nuk është fat për të shitur. Le të jemi sy dhe zëri I atyre që nuk mund të flasin. Çdo kush mund të jetë viktimë e trafikimit. Çdo kush mund ta parandalojë atë. Bëhu edhe ti pjesë e saj. Trafikimi është një krim, denonco. Mos mbyll syt, mund të shpëtosh një jetë. Telefono 112 129. Sot ne zgjidhim ndërgjegjësimin. Nesër një botë më të drejtë. Thuaj jo trafikimit, po jetës, po lirisë. Nxënësit dhe mësuesit morën pjesë aktive në diskutime ku ndan pyetje edhe përvoja mbi situata të mundshme që lidhen me sigurinë dhe mbrojtjen personale. Fenomeni I trafikimit është produkt I varfërisë ekstreme, dhunës së përsëritur në familje, mungesës së arsimimit, braktisjes institucionale dhe indiferencës së shoqërisë.